Visto Bahajt, Virstaten. Kjo eksperiencë, wow, jam shumë kurioz për çfarë më pret. Ka më kanë edhe shumë interesant për shkak ushqimit, se unë jetoj vegan që disa vite. Do të thonë nuk ushqej kur gjë që vjen prej kafshëve. Dhe ka më kanë sfidë interesante, me ditë me mësu, me kuptua muna me jetu në fermë kështu, me stilin tem të jetës. Puna që më pëlqen mu me ba ma shumë është me nejt me kafshet. Një fermiere për me më pëlqy mu, do të me pas shto mendjen shumë e hapër, do të me mendu jo veç për vetin, po edhe për tjertë. Me ju pastru venin ku jetojnë edhe me punu token, me mësu që ato sene që përpara i kanë ditë krejt, që na ja kemi nis me haru. Një anë jam kryfort, po në tjetër anë jam shumë open, shumë i hapër për me ndru me endjen edhe unë kur ka argumenta. Bete shë në kuptova, po që ato tjerë që. Kuba do të bëhet pjesë e ferma VIP. Kuba vjen nga Gjermania, drejte në fermë, në rrethinat e kryeqytetit. E kemi gati, besoj, dua të shkoj ta përshëndes, ju lutem mundsoni lidhje me Kubën. Tek ferma. Ja, tek është Kuba. Kuba, mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Albana. Si të kam i dashur? Jam shumë mirë, faleminderit. Po ti si je? Mirë jam. Mirë jam duke u kënaqur, jam duke shijuar, jam shumë në shoqëri të mirë, me miq, me publik, kështu që jam shumë e lumtur. Shiko, ke kohë që pret, është gati ora 1 pas mesnate, edhe jam e sigurt që mezi pret hysh brenda. Çfarë mendon se të pret? Wow, çfarë më pret? Unë jam shumë kurioz se për me po pres me përjetu eksperiencën, me jetu bashkë me kafshet, me jetu jetën e fermë, siç prindë që shumë kanë tregu kur janë të vogël vetë. Ti vetë nuk e patur ndonjë përvojë në fshat ose në fermë përpara, apo jo? Kur jam kanë më ri, po. Në verë se kemi vizitu familjen edhe aty kemi pas mundësinë, holla jeme ka pas lopën, kemi mbledh bostanat kështu bashkë. Për një kohë kështu shumë shkurt të kem pas mundësinë. O Kuba, çfarë kuptimi ka emri yt i artit? I artit kuptimi historia e emrit ma ka lënë një shoqe kur ju më kanë kamarjer para disa vite. Edhe tani njëherë bashkëpunëtor që ka nisë me më thirë Kuba, klientët, krejt. Po para disa muje ku morë vesh që jam një ka kuptim në një gjuhët vjetër farsi, Kubam, do me thonë unë jam mirë. Ti e mirë. Do me thonë se cilë njerë që thët emrin Kuba i thët vetës jam mirë. Okej, ja nuk e dija, një proces interesant. Kuba! Po. Ti ke një karakteristik pak të rrallë për shqiptarët. Është, le të themi, e përhapur ndoshta në vendet perëndimore, gjithmonë e më tepër njerëzit po ndërgjegjësohen edhe po bëjnë zgjedhje të tilla, pra të qëndruarit vegan, të konsumuarit vetëm të ushqimeve vegane dhe të refuzimit të konsumimit të ushqimeve me përbërje shtazore. Ti je vegan, që do me thënë ti nuk konsumon as mish, as peshk dhe as nën produktet që vinë nga kafshët dhe peshqit në këtë rast, apo edhe nga shpendët. Si mendon që do të gjendesh në fermë në një vend si Shqipëria që vegan ka pak? Edhe për ato ku menu shumë edhe veç jam kurios të shoh vetë. Edhe unë jam kurioze. Qysh muj me kalu ditë për ditë edhe qysh muj më shqy, se qërë këto po do këtë shumë bukur. Qa ke aty përpara? Tregon pak qëfar ke përpara? Këtu ka djathë edhe mish, një anë. Edhe në tjetër anë kemi perimet, kemi shargarepat, brokoli, këto rosh, dreza, banane, edhe fasol të bardhë. Pra ti ke aty një shport me fasule, një shport me perime, një shport me fruta, një shport me mish dhe një shport me bulmet. Mrekulli. Kuba, Agaj të vë përpara një zgjedhje. Ti do vendosësh të marrësh vetëm 2 nga ato shporta me vete në fermë dhe vendimi yt
do të prek të gjithë pjesën tjetër të fermerëve deri të hënën. Okej. Që do me thënë, çfarëdo që ti të zgjedhësh, do jetë ushqimi që ata do konsumojnë deri të hënën. Kusha tjetër? Asgjë tjetër. As ushqimet e sponsorave, që ka filluar t'i haj moza. Pra, zgjidh me kujdes, sepse janë shumë gojë për të ushqyer, po nga ana tjetër ti unë e di që ke të rëndësishme për të marrë vlerat ushqyese që kanë fasulet në këtë rast, apo perimet, apo frutat, kështu që po të le të mendohesh, dy shportat janë produktet që do konsumojnë të gjithë fermerët deri të hënën. Okej. Do të me vendos tani? Po. Për marrë fasulin, tani mu i mamir dhe shkat në ngrot, dhe shkat në zet, edhe di që drezat janë shumë të mira tameta edhe rushi. Më falë, fruta dhe fasule. Fruta dhe fasule. Ajde ju bëft mirë, fruta dhe fasule deri të hënën për fermentim. Kuba, tani që e bërë këtë zgjedhje, pyetja ime është, a je i sigurt akoma që do të futesh aty brenda? Pa tjetër, duhet. Duhet. Suksesat, eri dashur, të ftoj të shkosh të bësh pjesë e fermës dhe të thuash fermerëve. Faleminderit shumë, Arbana. Ka vesh kukme? Ne. Kjo është një lloj dashni që na prish në dy, na prish në dy. Dëshiroj të shndryshe, dëshiroj të shndryshe. Kjo është një lloj dashni që na prish në dy, na prish në dy. Kaluan mund të parë pa ty, me ke mungu, edhe pse jëm da prej teje, halon se zu. Mora forës me qjek prej zamrës, pak ti kom pravu. Do me trego që për herë të fundit, am ke haru. Vëm t'ik nata bash me krejt kujtësi. O, ziri. Hajnë me të sene, këto për bukër me në i qesim Ta gjahon. zemrën të knoq. Këto për bukër i qesim gjahon. O, e si jeni? Që. Mirë mrama. Tjerë za grojë, më thënë Kuba, familja e... Por e bitë gjitha kusë. sa shumë njerëz. Si, Kuba. Fruta dhe fasulla. Më rakë që kur zbile nga traktorë. Si? Hi, all's good. Si? Mirë ti, Kuba. Ju lutem mos mësoni dëgjimin brenda në fermë, se dua të pyes pak për zgjedhjen e Kubës. Kuba. Fermer, më dëgjoni? Po, Arbana. Ferma. Po bre, po. Ej, ju e pat zgjedhjen e Kubës apo jo? E pat aty? E mërshme, Arbana, atë mërshme. E të mërshme. Si ti ishte e bukur, po Si, Kuba. Gëzojmë, Kuba? Do me thënë, a i keni të qartë që deri të hënën do hani vetëm fasule dhe fruta? Sa po e konfirmuar. Dhe kena një lopë që unë tu mi shumë. Po, Arbana, Urdhro. Një pat, ta dish. po shumë mirë se të pak që i ka morë me indata më me kokra, dhe grosha dhe rushi ishe me kokra, nga 7 kokra për rëmë në bi. Shiko, jo, do jetë, sasia do jetë e palimituar, do keni sasi sa të do. Palimitume. E palimituar sasia groshë. Palimet, non-stop. Një pyetje. Po, Me që mori fasulet kë, a mund t'i hapim dritaret natën të dhomat? Kura mirë se nga me u lekuar të dhoma blu shumicën goca, kështu që... Po s'kene të goca hangër me tonë do... Ore kemi rëmirin të dhomat! Me fruta... A jeni kanë për krejt dhomat? A keni këshirë krejt dhomat? Dhoma s'kema ashtu. më lejoni ta pyes pak Mozën si e ka marrëdhënien me fasulet. Moza, të pëlqej fasulet? Mu bëf shkurban me ato fasulet e tua. Cila e mirë? Okej, për të angur fasule erdhën fermë në... Po, tash i qatë të them.
Ka që e thimoza, i bëjmë petani. Po gugut që të japim, se mirë në keni tyrosh të serin patën. Ej, keni dhe fruta, edhe keni edhe vezët e Malborës. Malbora, të hëngë qa vezën. pas kemi dhe përqit. Po patën, mund të atherim. Mund të atherim patën. Po lejo da keni, nesër. Po që morë më zemra. Në vitës gubëm. Pas të më gjithë mirë. E more ti. Po si moj do therësh patën? O moza, po si do therësh patën, moj patën e ke shoqe, a e ke shoqe? Po patën bëje shoqe vetë, moj po unë pa. Pata është për vetë dhe për të ngrënë, nuk është për shoqe. Jo, nuk që të theri patën. Jo, mire ka. Se kam të gjuar në ide. Jo, patën shoqe, në gjeni këtore. Hajt, shoqja. Me ditët që ka nërë shoqja. Patën shokun e hapo, për shoqe nuk... Badu, rije qik zëri se nuk të dëgjoj mirë. Do këthem pas pak do këthem, pas pak. Bëdhim lidhjen me fermën. O, zot, jo patën për njëri tjetërin do hanë, besoj. Po japin mesazhe, të gjithë po japin mesazhe. Edhe ky Kuba që u fut tani. Imagjino Kuba kur e dëgjon këtë patës. Jo, edhe Kuba që zgjodhi ishte një zgjedhje shumë egoiste dhe i dha një mesazh që i tha të gjithëve që do ju knaq Jam. me tipin tim. Nuk mendoj që ishte një zgjedhje egoiste. Patjetër ai, patjetër. Ai zgjodhi gjërat që do havet. Atëherë pikse parë bëri një zgjedhje gabuar një së fasulën se me çato e gatuajnë që nuk i zgjodhi perimet, veç Kuba e di. Fasulën me lë shtrydhe nuk besoj që e bën dot. Ka filluar Megjithatë, kjo është një zgjedhje që mund ta faktorizoj Kubën. Pra ai ose do bënte një zgjedhje që do e mbante mirë me të gjithë fermerët, ose do bënte një zgjedhje që do e fuste pak më shpejt në lojë. Dhe besoj që kjo është një zgjedhje deri diku e zgjuar sepse ai është në habitatin e vet, ai është vegan. Ndërsa të tjerëve sapo e ka vështirësuar deri në Nuk e mendoj kështu Arbana, unë mendoj që duhet kishte zgjedhur në mënyrë të barabartë, pra sportën me mishë dhe me bulmet, dhe nëse dëshironte për veten e vet, merrte vetëm perimet ose frutat ose fasulet. Të vërziste. Ishte o mishi o bulmeti, ose fasulet ose perimet mund dhe merrte frutat. mish dhe perime. Everyone would be happy, gjithë ishin të lumtur. Por ai nuk donte të ishin të gjithë happy. Me sa duket, po se pritën shumë keq, nuk mu duk, apo është fillimi? Është fillimi. Si kanë nxjerr akoma. Ja ta shohim Moza deri nuk më duk që e të priti aq mirë, me thënë drejtën. Moza që është gati theri patën, me siguri që jo.